A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Zotin e Madhërisëm. Paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë udhë të bekuar. Na bëv Zoti dhe neve prej tyre, amin, ejmain salihin siddiqin. Kësaj radhe do të flasim pra gjithsesi mbi sihrin, ç'është sihri. Sihri pra magjia është përmendur në Kur'anin famadh si fakt real. Prandaj për këtë dukuri do të flasim në dritën e teksteve kuranore. Meqense Kurani ka numëruar fenomenin e sihrit në shtësitë e padukshme të fuqive të universit, për të cilat njeriu në bazë të përvojës së tij nuk mund të di dhe thot asgjë, nuk na mbetet tjetër veçse të pranojmë atë që na tregon krijuesi për këtë. Fjala sihr në kuptimin e tij gjuhësor lingvistik tregon për çastet e fundit të natës dhe rrezet e para të mëngjesit. Kjo periudhë me errësirën e saj mban tiparet e natës, por në të njëjtën kohë me rrezet e saj tregon për bardhësinë e ditës. Mirëpo, nuk mund të themi me siguri se kjo periudhë ka të gjitha karakteristikat e ditës, e as që i ka të gjitha karakteristikat e natës. Pra bëhet fjalë për fenomenin i cili mban në vetvete karakteristikat e ditës dhe të natës. Kështu që nuk mund ta renditim në asnjërin prej këtyre dy përcaktimeve. Në esencë sihri bashkon dy dimensionet e ndodhive, se njeriu t'i duket diç realitet, ndërsa në realitet bëhet fjalë për vegulli dhe mashtrim, dhe se pamja jashtme e ndodhisë nuk përmban esencën e saj. Pra, në ndikim të sihrit, njeriu t'i duket se ndodh ndonjë shfaqje apo dukje, ndërsa në realitet paraqet vetëm mashtrim dhe simulim apo stimulim. Syri i njeriu është ai që është magjepsur, e i sulmohen gjërat që në realitet nuk ndodhin. Në këtë kontekst, i lartësuari na tregon në lidhje me këtë çështje, pra duke na shpjeguar në surën Araf ajeti 116 me radhë, Qala alqu falamma alqaw saharu a'yuna an-nasi wastahrabuhum waja'u bisihrin adhim. E kur hodhën ata shkopin litar, magjepsën syt e njerëzve, i friksuan ata dhe sollën një magji të madhe. Sipas kësaj, magjia është vegim me të cilin mashtrohet syri dhe të parët. Nëse në realitet materia dhe lenda mbesin të pa ndryshuara. Nëse analizojmë fenomenin e sihrit në rregullat bazë të tij, do të dini në përfundim se ekziston një lloj, thënë kushtimisht, sihri i thjesht, të cilin mund ta realizojnë njerëzit në kornizat e mundësive të tyre, dhe lloji tjetër për realizimin e të cilit shfrytëzohen fuqitë dhe përkrahja e shejtanit mallkum. Dimensioni i parë i sihrit bazohet në veprime të ushtruara mirë, ekzibicione ndryshe që i thonë, me të cilat magjistarët arrin të hedhin njerëzit në vegime. Si shembull, do të marrin lëvizjet e shpejta të durve, të cilat syri nuk është në gjendje t'i regjistrojë. Prandaj vëzhguesit i duket se ajo ka ndodhur para tij. Paraqet ndrem të gjitha asaj fotografie dhe ndodhije. Kështu njeriu mashtrohet kur e gjen dhe kur e sheh magjistarin duke treguar gotën me ujë për shembull, e pastaj atë e fsheh apo e tregon dorën e tij të zbrast. E pastaj në moment në dorën e tij paraqitet diçka tjetër, pra atij vjen dorës që disa gjëra të dukshme t'i bëjë të padukshme. Dhe disa gjëra të tjera të padukshme t'i bëjnë të dukshme, mirë po ai arrin ta bëjë gjithë këtë fal lëvizjeve të mrekullueshme të duarve të tij, por në esencë bëhet fjalë për vegim dhe mashtrim, para të cilit syri ngec i shtanguar pra, ndërsa ai mund të mashtrohet me lëvizje dhe veprime të ndryshme. Kështu njeriu për shembull duket se rëna është ujë, halucinacion, vegulli, ndërsa disa sende për shembull mund t'i duken si pjata fluturuese. Nëse dëshirojmë të paraqesim shembullin më të thjeshtë në favor të kësaj, mund të përmendim ventilatorin elektrik, i cili kur është duke punuar në lëvizje nuk na jep mundësinë të konfirmojmë pamjen dhe formën e tij reale. Me fjalë të tjera, kur ai punon, na duket se ai gjithë është një pjesë përbërëse e vetme. Mirë po nëse e ndërpresim punën e tij,
do të kemi rastin të shohim pamjen e tij reale dhe të njihemi me të gjitha pjesët përbërëse të tij. Pra, vim në përfundim se ventilatori nuk e ka formën e mëparshme, por vërejmë dhe zbrazëtira që ekzistojnë mes telave dhe ngjashëm me këtë. Nga kjo derisa ventilatori ka qenë i fikur, sytë tanë kanë parë fotografi tjetër. Pra, i shohim këto gjëra që na duken shikim parë se u zhduken, pra, por ato në realitet janë. Pra, janë thjesht një lëvizje që syri nuk mund ta detektojë për momentin. Duke paraqitur këta shembuj të thjesht nga jeta jone e përditshme, duam të afrojmë mendjes tonë kuptimin e kësaj dukurie. Deshëm që të gjithë të jemi të vetëdijshëm se çfarë do të thotë në realitet kjo dukuri dhe në çfarë mënyre e arrin efektin e saj. Pra, nëse ai është në formën më të thjeshtë të tij, është vetëm shkatësi e lëvizjeve të duarve. Pra që i bojnë edhe disa që quhen ndryshe prestigjatër. Në formën tjetër më të ndërlikuar, ai është thjesht truk, pra hile e syrit. E as pak ndodhi e vërtet. Allah i lartësuar dëshiron të na njohë me këtë dukuri, duke na paraqitur ndodhinë që kishte ndodhur mes Musait alayhis salam dhe magjistarëve. Të shohim se ç'na tregon Allahu i Madhërueshëm me këtë takim. Ku përmendet në surën Taha jeti 65 dhe 66 me radhë. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bala alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Ata than, o Musa, do të hedhësh ti apo ne, apo të hedhim ne të partë. Ai Musa tha, jo, hedhni jo ato. Kur ja ati ju duk se nga jo magji e tyre, litarët pra shkopin, lëviznin si gjarprej. Të shohim me vëmendje fjalën ati ju duk, të cilat tregojnë se ato që bën magjistarët e faraonit ishte një intrig e çastit dhe mashtrimi thjesht e jo e vërtet dhe realitet. Pra ishte një truk, një taktik lëvizse që e bën pra magjistarët e faraonit, të cilët merreshin pra me truçe. Litarët në sytë e magjistarëve mbeten siç ishin edhe më parë, ndërsa në sytë e shikuesve të kësaj ngjarje u bën gjarprinj të mëdhenj, të cilët lëviznin. Madje në një moment ato u duken si të ishin gjarprinj të vërtet, pra në esencë ky është sihr, mashtrim, në të cilin gjërat jo reale njerëzve u duken reale. E çfarë ndodhi kur Musa alayhis salam e hodhi pra shkopin e tij? Atëherë ndodhi që ishte mrekulli, pra ishte mucize pejonës Allahut xhaleshanuhu. Dhe të gjithë magjistarët rënë në sejdë duke dëshmuar se e besonin Zotin e Musait alayhis salam, nga që para tyre kishin pamjen e shëndrimit të shkopit të Musait në gjarpër të vërtet. Pra shkopit e tyre që ata i hodhin dhe i hedhnin ishin thjesht pra mashtrimi çastit, kurse shkopi që hodhi Musa alayhis salam ishte me të vërtet një mrekulli dhe ajo i la gojë hapur edhe vetë magjistarët e faraonit, të cilët pra e pranuan Islamin dhe u bën prej besimtarëve pasues të denj. Dhe kur i pan pra këta këtë mrekulli të madhe, e pan se Musai ishte vetëm se i dërguar i Zotit, pasqyrohet në Kur'an mjaft bukur ku ata thonë fa ulqiya saharatun sujadan qalu amana bi rabbi Haruna wa Musa. Atëherë kur shkopi i Musait i gëlltiti magjistarët u hodhën në sejdë e thanë ne i besuam Zotit të Harunit dhe Musait alayhis salam. Faraoni mbeti shtangur para veprimit të tyre, duke pyetur veten se si është e mundur të ndodhë një gjë e tillë magjistarëve më të përgatitur të tij, të cilët i kishte sjell personalisht. Plani i tij pra i faraonit dështoi. Kjo ngjarje është një ngjarje madhore se si pra pejgamberët e Zotit, se si fjala e Allahut, se si fuqia e Allahut i mposht gjitha llojet e hileve, i mposht gjitha llojet e magjive, i mposht gjitha llojet e diskutimeve falso,
i mbosh gjitha llojet e hipnotizimeve, sepse ajo është fuqia e Allahut dhe me të nuk ka hajgare. Pra faraonin e fuqishëm e befasuan veprimet e njerëzve të tij e ju drejtua atyre duke i qërtua. Pra nga mlefi, nga inati i madh, faraoni i qërtoi ata. Dhe jo vetëm se i qërtoi magjistarët, por dhe i dënoi ata me vdekje. Pra nuk u kënaq, por donte ta zgjesonte gjithçka nga inati që ja kishte verbuar syt e mendjes dhe zemrës. Ku pasqyrohet edhe ngjarja përsëri pranë surën Taha ajeti 71 me radhë, qala amantum lahu qabla an adhanna lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra. Ai besuat atij para se t'ju jap unë leje. Ai mësoi është prisi juaj i cili u mësoi magjin. Po përsëri faraoni nuk bindej këtyne gjanave. Pra ishte i pabindshëm. Dhe çfarë arriti të bëjmë, përsëri tha, pse s'mu bind mu, dhe prapë akuzoi pra Musajin si Zoti na ruaj si magjistar. Faraoni nuk ishte i udhëzuar në fenomenin e sihrit dhe sytë e tij, sikurse sytë e tjerëve që ishin të pranishëm, ishin mashtruar me veprimet e magjistarëve, andaj nuk mund të dallonte gjarprin e vërtet, i cili ishte rezultat i mrekullisë nga ana e Allahut, nga gjarpri i rrejshëm, i cili ishte vetëm rezultat i sihrit. Gjykimi i tij ishte i njëjtë me atë kur për vete prokuroi fuqinë dhe autorizimet e Zotit. Sigurisht, sikur dikush i cili ka prokuruar vetes atë fuqi të madhe, ndjeu nevojën të sqaronte veprimin e papritur të magjistarëve, por reaksioni i tij mbeti vetëm në formë habie, sepse sikur ai të ishte me të vërtetë Zot, ai do të bënte që ata të mos binin në sejdë. Por duke pasur parasysh se bëhet fjalë për dikë i cili ka dhënë vetes në mënyrë të rrejshme autoritetin ose autorizimin. Pra, sepse dihet ajeti i Kuranit kur kur faraoni tha enne rabbuka la'ala, tha unë jam Zoti. Pra, nëse ai do të ishte Zoti në këtë rast, faraoni, pse si ndali muxhizën e Musait alayhis salam, pse si ndali magjistarët e tij besnik mos më ra ata në sejdë, mos më besu Zotit. Pra nëse ky do të kishte qenë Zoti, ha? Pra dështoi, pra do të thot fenomeni i tij, dështu në obortarët e tij, magjit, truqet, hipnozat, dallaveret e tij dhe fitoi e vërteta. Fitoi madhështia e Allahut te bareke ve taala. Kështu u zbulu pra gënjeshtra faraonit dhe humbës ishte ai e jo Musa alayhis salam. Duke arsyetuar veprimet e magjistarëve të tij, ai thekson se tani Musa është mësuesi i tyre kryesor. Pra, magjistar, i cili u mësoi sihrin dhe ran për atij duke vërtetuar mjeshtrinë e tij dhe duke pranuar përsinë e tij mbi ta. Por ata i përgënjeshtruan gënjeshtrat e faraonit, duke theksuar faktin se Musa nuk merrte as pak me këtë punë, por ai është i dërguar i Zotit dhe se ajo që ndodhi para syve të pranishmeve ishte mrekulli. Duke dashur të ruajë nderin dhe famën e tij, pas këtyre fjalëve faraoni i kërcënoi për ata dhe i dënoi, i mbyti ata. Dhe sigurisht pra kjo është një ngjarje mjaft interesante që përmendet në ajetet e Kuranit, gjithsesi në kapitullin e surës Taha, ku edhe këta ishin prej martirëve, prej besimtarëve më të mëdhenj, të cilët hoqën dorë pej këtyne rrugëve pa krye, domethënë pej këtyne truqeve ose ekzibicioneve që i mashtronin popullin, domethënë njerëzit me konop, me litar, me shtaga, me kështu, domethënë me numra të shpejtësisë, quhen ato numra të shpejtësisë. Kështu që duhet të dimë të bëjmë diferencimin ose dallimin. Kurani është fjala e Allahut. Allahu është Zoti jonë. Kjo fjallë është aq e madhe dhe është gjigande. Sot dikuj do t'i duheshin mira vite jetë
për ta kuptuar ndoshta spaku çerekun e kësaj fjale. Dhe nuk do t'i mjaftonte. Sigurisht pra kjo fjalë ka ardhur si zgjidhje për njerëzimin. Tibyanan li kulli shay'in, thot Zoti në Kur'an, si zgjidhje për çdo gjë. Prandaj lutim Allahun e Madhëshëm që të na mundsojmë ta kuptojmë të vërtetën nga e pavërteta dhe të punojmë me atë çka ne si besimtar vazhdimisht 5 kohët namaz e themi, ihdinas siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe rruga e drejtë është Kurani, fjala e të lartë madhnishmit Allah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum. Paqja dhe mëshirë për ju.